Afirmacionet. 10 më të fuqishme të gjithë kohërave. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në këtë video të veçantë ku do të zhvillojmë bashkë afirmacionet 10 më të fuqishme të gjitha kohërave. E di që titulli tingëllon ambicios, por këto afirmacione kanë ndihmuar mijëra njerëz në të gjithë botën. Afirmacionet janë subjektive, por ato ndryshojnë jetën kur i përsërisim me besim dhe konsistencë. Sot do të zgjerojmë secilin prej tyre në detaje, duke shpjeguar pse funksionojnë, si t'i thoni me efekt dhe si t'i integroni në rutinën ditore. Do të kalojmë nëpër secilin duke i përsëritur 3 herë. Këshilla ime, dëgjoni këtë video çdo ditë për 21 ditë, koha e nevojshme për të krijuar një zakon të ri. Merrni një pozicion të rehatshëm, mbyllni sytë nëse doni dhe lejoni që fjalët të depërtojnë thellë në mendjen tuaj. Le të fillojmë me afirmacionin e parë, që është baza e gjithçkaje, mirënjohja. Afirmacioni 1, mirënjohja. Afirmacioni i parë është i domosdoshëm sepse mirënjohja është themeli i një jete të suksesshme. Kur jemi mirënjohës për atë që kemi tashmë, hapim dyert për më shumë bollë. Ky afirmacion ndihmon për të zhvendosur fokusin nga mungesat të bollku ekzistues, duke reduktuar stresin dhe duke rritur nivelin e lumturisë. Studimet tregojnë se praktika e mirënjohjes çdo ditë rrit prodhimin e hormoneve si dopamina dhe serotonina, duke përmirësuar humorin dhe motivimin. Tani, le ta themi së bashku, me ndjenjë të thellë, 3 herë. Imagjinoni çdo bekim në jetën tuaj, familjen, shëndetin, mikun e vogël dhe lejoni që mirënjohja të mbushë zemrën tuaj. Unë jam mirënjohës për bekimet e shumta në jetën time. Unë jam mirënjohës për bekimet e shumta në jetën time. Unë jam mirënjohës për bekimet e shumta në jetën time. Përsëriteni këtë çdo mëngjes para se të hani mëngjesin tuaj. Mendoni për 3 gjëra specifike, një person, një mundësi, një moment të vogël. Kjo do ta bëjë afirmacionin personal dhe të fuqishëm. Pas 21 ditësh do të vini re se si mendja juaj automatikisht kërkon arsye për të qenë mirënjohës, duke tërhequr më shumë pozitivitet në jetë. Afirmacioni 2, kërkimi i pozitivit. Afirmacioni i dytë fokusohet te mbajtja e radarit tuaj të hapur për pozitivitetin dhe mundësitë rreth jush. Në një botë të mbushur me lajme negative, ky afirmacion na trajnon të shohim të mirën, duke krijuar një cikël vërtet pozitiv. Psikologjia thotë se kjo quhet bias i konfirmimit pozitiv, kur kërkojmë të mirën, truri ynë e gjen më lehtë, duke rritur optimizmin dhe kreativitetin. Thojeni me entuziazëm, si një detektiv që zbulon thesare, 3 herë, sot, unë kërkoj dhe vlerësoj të mirën. Sot, unë kërkoj dhe vlerësoj të mirën. Sot, unë kërkoj dhe vlerësoj të mirën. Përdoreni këtë gjatë ditës, kur ecni në rrugë, vëzhgoni një buzëqeshje, një zog që këndon, një ide të re. Shkruajeni në ditar në mbrëmje 5 gjëra pozitive që keni vënë re. Kjo jo vetëm zgjat jetën, por edhe forcon rrjetet tuaja sociale dhe profesionale, sepse njerëzit tërhiqen nga energjia pozitive. Afirmacioni 3, mirëprita e gëzimit. Numri 3 është për të qenë të hapur ndaj gëzimit, lumturisë dhe entuziazmit. Shpesh ne bllokojmë këto emocione nga frika e zhgënjimit, por ky afirmacion na inkurajon të pranojmë rrjedhën e tyre natyrale. Është si të hapësh dritaret e një dhome të mbyllur, drita hyn dhe ndryshon gjithçka. Kjo praktikë rrit rezistencën emocionale dhe ndihmon në luftën kundër depresionit, sipas ekspertëve të zhvillimit personal. Le ta themi me një buzëqeshje të madhe, 3 herë, unë mirëpres gëzimin në jetën time. Unë mirëpres gëzimin në jetën time. Unë mirëpres gëzimin në jetën time. Integrojeni duke krijuar një listë të gëzimeve të vogla, një këngë e preferuar, një shëtitje në natyrë. Çdo herë që ndjeni gëzim, thoni këtë afirmacion me zë të lartë. Pas disa javësh do të bëheni më të ndjeshëm ndaj këtyre momenteve, duke i bërë ditët tuaja më të ndritshme dhe më të mbushura me energji. Afirmacioni 4, harmonia me bollëkun e universit. Afirmacioni 4 lidhet me bollëkun e universit, duke na lidhur me inteligjencën e pafundme që krijoi gjithçka. Universi është i pasur me mundësi, por ne shpesh mendojmë në kufizime. Ky afirmacion na ndihmon të vibrojmë në frekuencën e bollëkut, duke tërhequr më shumë sipas ligjit të tërheqjes. Është një kujtesë se nuk jemi të izoluar, por pjesë e një rrjedhëje të madhe. Thojeni me një ndjenjë lidhje kozmike 3 herë. Unë jam në harmoni me natyrën e bollëkut të universit. Unë jam në harmoni me natyrën e bollëkut të universit. Unë jam në harmoni me natyrën e bollëkut të universit. Përdoreni meditimin uluni në heshtje për 5 minuta, imagjinoni energjinë e universit që rrjedh në ju si një lumë i ardhë. Kjo do të zvogëlojë anktin financiar dhe do të hapë mendjen për ide të reja, duke çuar në mundësi të papritura në karrierë, marrëdhënie apo shëndet. Afirmacioni 5, paratë në mënyra të pritshme dhe të papritura. Tani, duke u fokusuar te paratë si aspekt specifik i bollëkut, afirmacioni i 5 heq kufizime. Shpesh ne presim të ardhura vetëm nga puna, por ky afirmacion hap dyert për burime të reja.
Është një mjet për të thyer ciklin e skamis mendore, duke rritur besimin se universi ofron në mënyra kreative, le ta themi me bindje financiare, 3 herë. Parat vijnë tek unë në mënyra të pritshme dhe të papritura. Parat vijnë tek unë në mënyra të pritshme dhe të papritura. Parat vijnë tek unë në mënyra të pritshme dhe të papritura. Praktikojeni duke mbajtur një ditar financiar, regjistroni çdo hyrje parash, qoftë e vogël, dhe falenderojeni. Kjo do të rrisë frekuencën tuaj të bollëkut, duke tërhequr mundësi si rritje pagash, investime të suksesshme apo dhurata të papritura. Afirmacioni 6. Besimi në trupin tuaj. Afirmacioni i 6 trajton shëndetin dhe mirëqenien fizike, duke besuar se trupi di çfarë të bëjë. Në epokën e informacionit të tepërt, ne dyshojmë në instinktet tona, por ky afirmacion rikthen besimin në mekanizmat natyral të shërimit. Ai redukton stresin, që është armiku kryesor i imunitetit, dhe promovon vetë shërimin. Thojeni me energji të lartë, 3 herë. Trupi im di çfarë është më e mira për shëndetin dhe mirëqenien time. Trupi im di çfarë është më e mira për shëndetin dhe mirëqenien time. Trupi im di çfarë është më e mira për shëndetin dhe mirëqenien time. Integrojeni në rutinë, para se të hani, thoni këtë dhe dëgjoni sinjalet e trupit tuaj. Kombinojeni me ushqyerje të shëndetshme dhe lëvizje, do të vini re përmirësime në energji, gjumë dhe vitalitet. Afirmacioni 7. Tërheqja e njerëzve të duhur. Afirmacioni i 7 është për marrëdhëniet, romantike, biznesi apo miqësi. Ne tërheqim atë që emetojmë, dhe ky afirmacion na ndihmon të emetojmë frekuencën e duhur për njerëzit e përshtatshëm në kohën e duhur. Ai ndërton besimin social dhe redukton vetmin, le ta themi me hapje zemre, 3 herë. Unë tërheq njerëzit e duhur në kohën e duhur. Unë tërheq njerëzit e duhur në kohën e duhur. Unë tërheq njerëzit e duhur në kohën e duhur. Përdoreni në biseda, para një takimi, thoni këtë për të qenë autentik. Do të shihni si lidhjet e reja formohen natyrshëm, duke pasuruar jetën tuaj emocionale. Afirmacioni 8. Meritimi i lumturisë dhe suksesit. Numri 8 forcon ndjenjen e vlefshmërisë, ju meritoni gjithçka të mirë. Shpesh, sindroma e impostorit na pengon, por ky afirmacion na rikthen në të vërtetën se jemi të denjë pa kushte. Thojeni me forcë, 3 herë. Unë meritoj lumturinë dhe suksesin. Unë meritoj lumturinë dhe suksesin. Unë meritoj lumturinë dhe suksesin. Praktikojeni duke listuar arritjet tuaja të vogla çdo ditë. Kjo do të rrisë vetvlerësimin, duke çuar në vendime më të guximshme dhe rezultate më të mira. Afirmacioni 9. Diçka e mrekullueshme në prag. Afirmacioni 9 është një mrekulli e vërtet në vetvete, sepse krijon një pritshmëri pozitive të thellë për jetën. Në një botë ku shpesh mbizotërojnë frika, dyshime dhe ankth për të ardhmen, ky afirmacion na zhvendos nga mentaliteti i çfarë mund të shkojë keq në një gjendje ku presim me padurim, çfarë gjëje e mrekullueshme mund të ndodhë. Është si të ndezësh një dritë në errësirë, hap mendjen për surpriza të bukura, mundësi të papritura dhe sinkronizime magjepsëse që duken si dhurata nga universi. Psikologjikisht, kjo praktikë ndihmon në rritjen e optimizmit duke reduktuar kortizolin, hormonin e stresit, dhe duke stimuluar endorfinat që na bëjnë më rezistent ndaj sfidave dhe më të hapur ndaj rritjes personale. Studimet në fushën e psikologjisë pozitive, si ato të Martin Seligman, tregojnë se njerëzit që kultivojnë pritshmëri pozitive shohin më shpesh suksese në karrierë, marrëdhënie dhe shëndet, sepse truri i tyre fillon të skanojë për shenja pozitive, duke krijuar një spirale vërtet që tërheq më shumë mirësi. Le ta themi së bashku, me një ndjenjë shprese të thellë dhe buzëqeshjeje në fytyrë, sikur po presim një festë të madhe, 3 herë. Imagjinoni se çdo fjalë hap një derë të re drejt të panjohurës së bukur. Diçka e mrekullueshme është gjithmonë në prag të ndodhjes. Diçka e mrekullueshme është gjithmonë në prag të ndodhjes. Diçka e mrekullueshme është gjithmonë në prag të ndodhjes. Për ta bërë këtë afirmacion pjesë të jetës suaj, provo ta thoni para gjumit çdo natë, uluni në krevat, mbyllni sytë dhe lejoni që fjalët të mbushin mendjen si një mantra e butë. Kjo do të programojë në ndërgjigjen tuaj për të zgjuar çdo mëngjes me energji të re, entuziazëm dhe një ndjesi se dita sjell diçka speciale. Gjatë ditës, përsëriteni kur ndjeni dyshim, para një interviste pune, një takimi ose edhe një udhëtimi të thjeshtë. Mbani një ditar mrekullisht të vogla, regjistroni çdo ditë një ngjarje pozitive të papritur, qoftë një telefonat e vjetër nga një mik apo një ide kreative që lind papritur. Pas 21 ditësh, do të vini re se si kjo pritshmëri pozitive tërheq ngjarje të vërteta pozitive, mundësi të reja profesionale, lidhje më të thella emocionale apo momente të papritura gëzimi që e bëjnë jetën tuaj më të pasur dhe më të mbushur me kuptim. Ky afirmacion nuk është thjesht fjalë, është një ftesë për universin që të bashkëpunojë me ju, duke e kthyer çdo ditë në një aventurë të mundshme mrekullie. Afirmacioni 10. Unë jam i vlefshëm dhe i mjaftueshëm. Afirmacioni i fundit, më i sfidueshmi, bashkon dy fraza, vlefshmëria dhe mjaftueshmëria. Është kyçi për vetvlerësimin dhe rritjen personale, me bindje të plotë, 3 herë, unë jam i vlefshëm.
Unë jam i mjaftueshëm. Unë jam i vlefshëm. Unë jam i mjaftueshëm. Unë jam i vlefshëm. Unë jam i mjaftueshëm. Përsëriteni para pasqyrës do të ndryshoj vetë perceptimin tuaj thellësisht. Mbyllje. Kështu përfundojnë afirmacionet 10 më të fuqishme. Thojini çdo ditë për 21 ditë ose më gjatë. Faleminderit që ndenjët me mua. Abonohuni, pëlqeni dhe ndani videon, vizitoni faqen tonë për më shumë video. Kaloni një ditë të mrekullueshme.